Shqiptarët janë një popull që e kanë historinë shumë të begatshme, e kanë historinë shumë të drejtë, shumë të pastër, shumë domethënëse se ka është rruga e drejtë. Çdo shqiptar po e sheh të kaluarën e vet dhe po ecë në ato rrugë ku i kanë trasuar të parët tonë. Privilegjen kam pasur nderin që ta bëj betimin para komandantit Ilas Kodra dhe natyrisht si ushtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Mirëmbrëma të dashur miq të RTI-s, prej një fshati të bukur të komunës së Drenasit, prej fshatit Vërbac, ku do të realizojmë një intervistë me një ushtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, me një njeri që ka punuar një kohë në arsim e ka kontribuar shumë si staf shëndetësor në ambulantën e qytetit të Drenasit. Kemi shumë çka për të folur në këtë muaj të zgjimit të ndjenjave kombëtare, prandaj e falenderojmë shumë që ka nda kohën me bashkëbisedu me neve. Zotri Recep Kastrati. Zotri Recep, faleminderit që na pritet. Faleminderit për juve, është privilegj edhe nder që më dha rasti të flas diçka për radio televizionin Iliria. A është e vërtet ajo thënia që njerëzit, shoqëritë, vendet, në momentin kur kanë armiq të jashtëm, kanë unitet të brendshëm, e kur nuk kanë armiq të jashtëm, uniteti brenda veç sa vjen edhe griset. Najherë në këtë kohë ta lënë përshtypjen që na si vend jemi në këtë gjendje. Edhe na duket sikur po dojmë e përbi kushtimisht njëri tjetrin. Na zgjohen ndjenjat patriotike me 28 nëntor, që është sot. Por realisht edhe dashuria i dashur me qenë në të gjitha ditët. Me vlerësu kontributin e juaj si ushtari i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, me vlerësu kontributin e secilit njeri që ka bën mund për këtë liri që na sot e gëzojmë. Me i vlerësu ata njerëz që e kanë dhënë jetën, po që na herë ma lënë përshtypjen që të na është ndodhe kundër ta. Unë shpesh e flas këtë se fundimtari, çdo angazhim, çdo ndërmarrje që e synojmë përmes flamurit. E kemi një simbol, unë them që është simbol i posaçëm të një populli i posaçëm. Shqiptarët janë një popull që e kanë historinë shumë të begatshme, e kanë historinë shumë të drejtë, shumë të pastër, shumë domethënëse, dhe na nevojitet që edhe më pas luftet që ne kemi paraparë që do t'jenë pak më ndryshe, nuk na ka ndalë, dhe është normale që në tranzicion çdo shoqëri i ka ato peripecit e veta, i ka ato të paarriturat e veta, i ka ato pengesat e veta, të cilat mund të ndreqen, mund të rregullohen me angazhimet tona të drejta, me punët tona të drejta. Këtë fjalor kohëve të fundit shumë po e përdorim se jemi shpërnda, nuk jemi në unitet, mirë po unë prap po them se çdo herë më tepër po fitohet një imunitet, një unitet në shoqërinë tonë shqiptare, për arsye se çdo shqiptar po e din se ka është rruga e drejtë, çdo shqiptar po e sheh të kaluarën e vet dhe po ecë në ato rrugë ku i kanë trasuar të parët tonë, jo vetëm në luftën e fundit e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, Adem Jasharit dhe ushtrisë qëllimtare të Kosovës e deri me sot. Dhe e them lirisht, jo për herë të parë, ne të gjallët që jemi të privilegjuar, që jemi të gjallë, i kemi bërë çdo herë atyre gjeneratave që kemi mbetur pa to, atyre gjeneratave që kanë dhënë më të shtrejtën jetën për flamurin dhe për një jetë më të mirë, një jetë lirë të kombit vet dhe gjeneratave që vinë. Çka kishe nda për shikuesit prej përvojës tonë si ushtari i ushtrisë qëllimtare të Kosovës? Cili ka qenë momenti më emocionues që e ke pas gjatë kohës kur e ke pas pushkën në krah? Emocioni veçantë ka qenë me njëherë kur jemi inkuadruar në ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Emocioni veçantë ka qenë edhe kur e kemi bërë betimin, unë kam pas privilegjen, kam pas nderin që ta bëj betimin para komandantit Ilas Kodra dhe
natyrisht si ushtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës ka qenë privilegj që të jemi. A e ke pasat ndjenjën që po shkoj me luftu edhe nuk e di a kthena? Natyrisht. Çdo ushtar e ka ndjenjen vetëm të lirimit të popullit, lirimit të dheut. E ka ndjenjen e një jetë më të mirë të tjerëve, jo ati që ka dalë në angazhim për një qëllim, por në jetën e të tjerëve. Kështu që ka qenë kënaqësi, ka qenë edhe është privilegj, është ndjenje mirë, çdo herë më tepër po e shoh që pas ka qenë pak e pas kam ndi gjatë luftës, sa pas ka qenë edhe më tepër ndjenje mirë të jesh ushtari i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, por duhet ta ruajmë. Unë konsideroj që pas luftës pak e kemi ruajtur ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Pikës pari, ne njerëzit e luftës e ushtrisë qëllimtare të Kosovës është dashur ta ruajmë këtë ushtri. Ta trajtojmë pak më ndryshe. Të mos i fusim duart në ushtrinë qëllimtare të Kosovës, sepse ajo është e popullit, jo individet të manipulojnë me to. Këtu ka qenë ndjenja më e keqe e imja, kur kanë filluar të fusin duart në ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Historia nuk ndryshohet. Nuk hyjnë njerëz çfarë do të bëjnë në ushtrinë qëllimtare të Kosovës, apo çfarë do lëvizje. Më falni që po e them edhe këtë, po unë jam edhe njëri prej atyre kur në vitin 1981 kam qenë student dhe kam qenë pjesëmarrës i demonstratave të vitit 1981. Nuk ndryshon çështja e organizimit edhe mbarvajtjes së atyre demonstratave. Nuk ndryshon çështja e UÇK-s. Dihen njerëzit e UÇK-s. Dihet sa përqind kanë qenë të inkuadruar në UÇK-n. Më vonë fatkeqësisht janë bërë shumë dëm e UÇK-s janë bërë. Nga vetë njerëzit e UÇK-s. Ne mund të themi tjerë, por nëse dikush e ka dëmtuar ushtrinë qëllimtare të Kosovës në Verbas, le të kërkoj pasardhësinë prej Recep Kastratit. Ne kemi shumë borxhe ndaj gjithë atyre që kanë dhënë jetën. Më shumë ti kemi borxhe ndaj Baçës Shaban. Shabania Sharit, 2 djemve Ademit e Hamzës, edhe tërë familjes e tij. Gjithë do të shkojnë pas tyre. Edhe 1000 vjet, 2000 vjet, një dhonë Zoti ymer, ne pas tyre do të shkojmë. Ata janë historinë vetë. Fatkeqësisht, sado që ato 3 shkronja, veç mas për gjeneratët e mesme që tash janë, që kemi qenë fëmijë, domethënë kur ka dalë në sipërfaqe ushtria qëllimtare e Kosovës, domethënë është diçka që veç kur i sheh të ngjall nostalgji, atë dhe dashuri, ndjenjë të mburrjes të krenarisë, por megjithatë në raste të caktuara, domethënë edhe te vetë nana i herë ndikon ky lloj presioni, kushtimisht po them, që ndoshta prej njerëzve të caktuar është bën ndaj luftës sonë të shejt, po megjithatë kontributi që ushtarët e kanë dhënë, kontributi juaj edhe i gjithë atyre që me mishë me shpirt kanë luftuar për këtë vend, nuk vyhet në pikpyetje asnjëherë edhe në asnjë rast. Po du pak më të prek emocionalisht. Fëmijët sigurisht i ke pas të vegjël kur je nis për luftë. Natyrisht. Çfarë moshe janë kanë edhe çysh e ke përvallu? Pak me i nxit edhe ata që janë të na përcjell që lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës është bë luftë e pastër. Njerëzit jo nis për me vdek, i kanë lënë fëmijët e vegjël edhe nuk e kanë kthy kryt mbrapa. Nuk janë shkronja me të cilat guxojna me lujt, as guxojna me i gjyku. Faleminderit, e ke bërë një pyetje që shumë më pëlqen. Shumë pëlqen kjo pyetje, për arsye se shpesh herë kam thënë, edhe pse kam qenë ushtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, kam thënë që jo, ma tepër luftë ka bërë nëna ime, gruaja ime, fëmijët e mi,
se sa unë, për arsye se unë kur nuk kam qenë në duart e armikut gjatë luftës. Nana, gruaja, fëmijët, gjithë farefisi kanë qenë në duart e armikut. Por e kanë ruajtur krenarinë. E kanë ruajtur ndjenjen shqiptare. Prap janë gjetur gjatë luftës, kanë ikur prej duarve të armiqve dhe kanë ardhur na kanë gatuar neve bukë, na kanë përgatitur bukë. Ma i madhe fëmiu ka qenë 13 vjeçar, tjerët më të veçel. Edhe ata kanë kontribu. Lirisht mund të them më shumë se sa ne, sa unë. Këto do t'i ruajmë. Jemi në ditë feste. Festojmë flamurin. Shenin më të shmueshme kombëtare. Tash nuk mundet dhe është tepër e ulët nëse nisem une në bagazhin tim dhe të strukëm pas flamurit dhe bëj vepra që nuk duhen. Apo abuzohet edhe me ndjenjen kombëtare, edhe me flamurin kombëtar, na po shohim që besa, tash unë jam gazetare, moderatore, jam e mbulesë. Shpesh herë sulmona se jam ma pak shqiptare, ama jam shumë e sigurt që me një pjesë bukur të madhe të disa grave që bojnë zhurma për identitet kombëtar, nëse i pyet çka ke bë për shoqërinë tënde, çka ke bë për gratë shqiptare. Nëse i peshojna veprat, atëherë del që nuk po thom 200% ashtu jam shqiptare, ma shumë veç më kujtohet, kam qenë klas 8 në luftën e fundit, edhe nuk kena pas rast me i pa ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës me sy. Unë jam prej Vitis. Po babën e kum pas të plagosun, edhe prej copave të gjakut në gjizun, prej plagëve që i kish marrë, e ku marrë një dhe në brapa shpijes, e ku më shkru UQK. Bilem pa të nëbërtit këgja shumë, se më thanë me ata shkijët lëvizshin e për fshat, nëse e kishin pa jo veç shpinë tonë, po e kishin kallë krejt më halën. Po aty, do më thonë, o dëshmu ajo ndjenja që e kena pas gjithë për ushtrinë shqiptare të Kosovës, po edhe për vendin tonë, edhe për atë dheun tonë. E najherë po është që ky presioni, kush mu të regu ma shqiptar se tjetri, qa që i gërdit shumë nashta, sa neve që perime e dojmë atë dheun tonë, perime e vlerësojnë a vendin tonë, na bën pak me u tërhek. Natyrisht. Kjo është brengosja më e madhe. Kjo është brengosja më e madhe e shumicës së shqiptarëve. Unë them shumicës së shqiptarëve të drejtë. Është brengosja më e madhe edhe imja. Për arsye se nuk bën të fshihen pas flamurit, e të bëj vepra që nuk e nderojnë flamurin. Të fshihen pas 3 shkronjave që dikur i kam bartur në krah, e të bëj vepra që i dëmtoj ndotja ato 3 shkronja. Ato ruhen flamuri edhe 3 shkronja ato që i ruajmë vetëm duke kryer punë të mira. Duke u sjellë mirë, duke angazhu për këtë vend, për këtë këmbë. Jo duke të reguar që unë kam qenë kështu, kam qenë ashtu. Jo. Lufta është kryer. Prej asaj dite e tutje, do të vazhdojmë luftën tjetër. Një jetë më të mirë. A mundesh pak më na fol për masakrat që janë bërë në këto fshatra? E përmendë para intervistës që afër 300 vetë, 300 civil, janë vrarë në fshatrat rreth Vrbocit. Po, janë këto 2 fshatra, fshati Vrboc edhe Shtutic, që janë më të goditura në luftën e fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Fshati Vrboc ka diku rreth, tash pak më pak, po atëherë kanë qenë rreth 200 shtëpi dhe i ka 85 vrarë. Mes tyre edhe ushtarë dhe civil, prej moshës 84 vjetë, me i vjetri, baba im ka qenë, deri në moshën 13 vjeçare. Ka raste të rënda
ku është mbyllur shtëpia tërësisht. Ka raste ku prej një shtëpie janë vra 3 gjenerata. Është vrarë gjyshi, janë vrarë djemët e tij dhe nipat e tij. 3 breza të asaj shtëpie. Ka raste kur, ta zëm, po e përmend me emër një lokë, një hallasha, ku në vitin 1998 ju ka vra burri, ka fundi vitit 1998, ndërsa në vitin me 30 prill 99 është vrarë djali i vetëm i saj. Vajzat e ka pasur të martuara dhe shtëpia e mbyllur. Tash ka vdek, rahmetlikja, po ka qenë duke jetuar e vetme. Kam një rast këtu në lagjën time, ku 2 motra kanë qenë të martuar për 2 vëllezër. Njëra nuk ka pas fëmijë fare, kurse tjetra ka pas një djalë. Ajo që nuk ka pas fëmijë fare, është vrarë burri. Kurse kjo që ka pas një djalë, është vrarë djali. E randë është kjo. E plot raste tjera mos t'i përmendi. Një demiri kënej, ka qenë djali vetmi, është vrarë. Do thot, ne kemi obligime të mëdha, sidomos fshati ynë, sidomos ne që kemi dalë prej luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, pjesëtarët e asaj lufte, pjesëtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, kemi përgjegjësi të madhe ndaj këtij vendi. Duhet të matemi mirë ku po e qesim hapin. Duhet të matemi mirë, duhet kemi kujdes çfarë po flasim. Si po dukemi ka po flasim. Si po veprojmë në jetën e përditshme. Njerëzit kanë dhënë tërësisht familjet. Neve nuk na ka hije as një buzëqeshje pa lidhje të bëjmë. Lërë më vepra të këqija. Për arsye se kjo tokë është ujitur me gjak. Nuk kam nevojë të bëhem kush kam qenë unë. Tregoj. Për arsye se fundit, kush çka ka bërë për këtë këmbë e për këtë vend e ka pas obligim. Edhe kemi obligim. Nuk do të ndalemi kurrë që përmes punëve të mira, përmes punëve të drejta e të pastërta, të bëjmë diçka për këtë vend. T'ua kthejmë deri diku se jo tërësisht, deri diku njerëzve që e kanë dhënë jetën për këtë tokë. Askush prej qefit nuk e jep jetën. Prej qefit e për kapuç të madh, as Baca Shaban me Adem Jasharin, me Hamzen, e Mnipa, e Mesa, e Nuse, nuk e kishin dhënë jetën. Por e kanë parë se ka ardita ti kontribuojnë këtij vendi. Ky vend meriton shumë. Ky vend kërkon prej neve shumë. Këtij vendi ne të gjallit, sa t'jem gjallë, i kemi bërë këtij vendi. Prandaj duhet të mundohemi të sillemi mirë, edhe pse po mundohemi, po pak është. Qysh e komenton gjithë këtë arrogancën mes njerëzve? Nëpër debate televizive, gjithë këtë mospranim të mendimit dhe veprimit ndryshe. Nuk kemi qenë si shoqëri deri në këtë nivel. Domethënë është një luftë që edhe partijake, po edhe në mes opinionit publik mandej, se tek e fundit secila parti i ka qëllimet e veta. Është grup interesit për marrjen e pushtetit. Po sikur janë infektu i gjithë populli, edhe i kemi 2 ekstreme të kundërta që te populli krijojnë shumë konfuzion.
Edhe ndonjëherë ma lën përshtypjen që është njëri prej faktorëve kryesor të migrimit të trive prej Kosovës, se kanë kriju pasiguri për vendin tonë dashur. Kosova ka dalë në një tjetër rend pas luftës. Dhe këte kam perceptu kështu. Kosova në ka gjetë pa përgatitun ekonomikisht dhe politikisht. Ne kemi qenë për një kohë gjatë të okupuar për pushtuesit serb. Dhe pas luftës është dashur të ngulitet në kohë se më nuk na udhëheq Serbia. Po duhet ta marrim fatin në duart tona. E mbaj mend shumë mirë një fjali të Ismail Kadares në intervistën e parë që jep medjave të Kosovës pas luftës. Ku jep mesazh, mesazh shumë i lehtë. Historia nuk harrohet, por me punë të ecim përpara. Ka qenë mesazh i fortë, cilin nuk i kemi marrë për zemër. Model ne duhet me pas popullin gjerman. Po të vepronin gjermanët sikur ne, pas luftës dytë botërore kur u nda Gjermania, duke i gjetur faktorët se kush ndikojnë ndarjen e Gjermanisë, kush na solle këtë keqe, ende ishin ballafaquar me problemet sikur tonat kështu. Por ata jo reken punës. I lan anash ato të kaluarat, jo reken punës, ja ku arritën. Edhe ne kemi pas mundësi. Fillo me etiketime e duke drejtuar gishtat të njëri tjetri. Jo. Ne edhe atëherë, edhe sot e kemi vetëm një armik. Armiku ynë është Serbia. Asnjë popull tjetër, jo edhe populli i saj. Armiku ynë është Serbia. Aran po më vjen para kamerës të përmendi, po më duhet me përmendi. Para votimeve të 9 shkurtit, në një sesion të Kombeve të Bashkuara, e kom pa edhe dëgju Marko Gjuricin, duke thënë, i thras shqiptarët të mos e votojnë Albin Kurtin. Ndoshta s'kam drejt përmend këtu politikaj, por kështu ka thënë. Unë, thot, nuk kam kur gjë me shqiptar, le t'i kërkojnë drejt të veta, vetëm mos e votoni atë. Pre aty, konsideroj që shqiptarët është dashur të marrin mësim. Është dashur të ulen. Është dashur të ulen secil të gjithë bashkë. E të konsultohen kush pra. A të marrim shtetin të qojnë për para. Shoqërinë shqiptare për para. Se ajo është politikë serbe. Edhe tjetëri po të zgjidhej. Njëjtën formë kish me vepru Serbia. Ka të mashtrohemi ne. Ka të mashtrohemi, jo Serbia po e kërkon veriun. Serbia kërkon Kosovën krejt. Serbia ka luftu me marrë Kosovën krejt dhe ende lufton. E merë veriun, e merë Kosovën. Mirë po, ne ku po mbesim. Ne duhet të ruaj imunitetin. Ende nuk po mendoj mirë që shqiptarët po dhejqin tash. Jo Serbia. Serbia s'duhet me piju i këtu hiq në politikën tonë, në shoqërinë tonë. Unë më let e shaj, unë po thëmë. Një lider shqiptar se sa se jeshtë ai Igor Simiqin e listës sërbe. Nuk po shoh dikush që po merret me Igor Simiqin. Po merren me njëri tjetrin. Po merren me njëri tjetrin. Albini nuk vyn, Lumiri nuk vyn, Bedria nuk vyn. Bedria s'vyn,
Meblis vynë, Ramushi nuk vynë. Kush po vynë? Simiqi, ja? Roda Trajkoviqi. Roda Trajkoviqin e sjellim, ata po, të mirë. Kështu e helmojnë popullin. Po krahas flamurin. Jo mustruk pas 3 shkronjave UÇK. Po krahas shkronjave. Flamurin neve në ka bërë shqiptar. 3 shkronjat kur i kam gjitë në gjaks, e kom di veten më të dinjitetshëm se përpara. Prandaj është mizeri, të merresht nëse i shkelim atë 3 shkronja. Ja humbi dinjitetin vetvetes se 3 shkronjave, jo. Jo. Nuk ka nevojë Recep Kastrati me i mbrojt 3 shkronjat. Vetëm të mbrojtura. Ato na mbrojnë neve. Jo ne ato, ato na mbrojnë neve.